që them të drejtën këtë rezultat, sepse kur nuk jemi shkputur nga bashkëpunimi me qytetarët, nga transparenca, nga kontakti me ta, prandaj gjithmonë kemi qenë me ta permanent në të gjitha rrethona. Po ju besoni që është rezultati i projekteve dhe i punës kjo fitore e 53.4%, kështu po i binte? Po, kushtem, qytetarët e komunës së Malishevës tashmë kanë kriteret larta të vlerësimit të elitës politike, përkatësisht të formacioneve tona politike që kemi këtu në Malishevë, dhe na njohin të gjithëve që garojmë në skenën tonë politike. Prandaj kriteret të vlerësimit të cilët ata i kanë vendosur në këto zgjedhje kanë qenë tepër larta dhe i kanë dhënë përparësi punës dhe angazhimit dhe vetëm punës. Prandaj puna jonë është ajo e cila neve na ka sjellë fiturën pa valotash. Ishim duke diskutuar një ditë më parë në Politico teksa i merrnim rezultatet dhe natyrisht shpallashin fitoret edhe rezultatet. Nëse kjo fitore pa ballotazh është një mbështetje për zotin Fatmir Limaj, që është kryetari i Nismës Socialdemokrate, një pjesë tjetër thonin që është rezultati i punës tuaj. A ja u kanë thënë këtë dhe juve, zoti Kastrati? Qytetarët e komunës së Malishevës tashmë me Nismën Socialdemokratike rrugtojnë prej vitit 2013 edhe deri më tash, prandaj lideri joni pa kontestuar, zoti Fatmir Limaj është llojitor, është lideri i cili ka sjellë shumë projekte në Malishevë dhe ka marrëdhënie të ngushta, po thuajse gati me së familje përkatësisht qytetarët e komunës së Malishevës. Prandaj fitoria jonë prej vitit 2013 deri më tash ka qenë se rezultati për kushtimet të zotit Limaj, mirë po sigurisht edhe të ekipës përkatësisht qeverisë komunale këtu në Malishevë. Faktikisht është një bashkëpunim permanent, një bashkëpunim i përditshëm, që të gjitha konsultimet edhe të gjitha angazhimet i kemi të përbashkëta, prandaj meritor është zoti Limaj, mirë po sigurisht edhe ekipa përkatësisht qeveria komunale në Malishevë. Kjo do të thotë që Malisheva është bastioni i Nismës, se kështu u konfirmua paktën me rezultat. Kështu po i bie zoti Kastrati apo jo? Tashmë Malisheva vërtet ka bulosur bastionin e Nismës Socialdemokrate këtu në Malishevë, dhe përqindja të cilën kemi arritur në këtë fitore 53 përkatësisht, gati 53.50% është një rezultat shumë inkurajues, i cili flet për një bastion të fuqishëm të Nismës Socialdemokrate këtu në Malishevë. Dedikimin e fitores do ja bëni familjes apo gjithë qytetarëve në përgjithësi, zoti Kastrati? Dedikimin e fitores i bëjmë të gjithë qytetarëve të komunës së Malishevës, sepse gjatë këtyre 4 vjetëve ne kemi rrugtuar bashkë, kemi bashkëpunuar, kemi sjellë rezultate të përbashkëta në të gjitha drejtimet, prandaj çdo fitore jone ju dedikohet qytetarëve të komunës së Malishevës, sepse janë këta të cilët neve na përkrahin, neve na mbështesin, sigurisht që edhe me që do të vazhdojmë gjatë këtij mandatit të ardhshëm 4 vjeçar. Ne kushtojmë gjysh sot kemi dalë në punë, sot kemi vizituar të punishtet tona të cilat i kemi në terren, kështu që vazhdojmë me punë edhe me angazhimet tona të përditshme. Zoti Kastrati, atë ka interesuar pak se si është situata nëpër Kosovë, kështu si kanë dalë subjekte politike, apo jeni fokusuar krejkput në Malishevë për këtë fitore edhe për ta kaluar pa ballotazh? Të që të drejtën, i gjithë fokusi jonë ka qenë këtu në Malishevë që të jemi pranë qytetarëve, që t'i marrim kritikat, që t'i marrim kërkesat, që t'i marrim nevojat e tyre, që t'i implementojmë, apo që t'i vendosim në programet tona tashmë 4 vjeçare, që është pjesa më rëndësishme e punës tonë gjatë mandatit tashëm. Rezultatet në komuna tjera, jo që nuk më kanë interesuar, po vërtet pozitën të cilën tani kërkon shumë angazhim, kërkon shumë përkushtim, nuk të jep shumë hapësirë që të mirësh edhe me çështje të tjera. Po ju do bashkëqeverisni edhe me përfaqësuesit e subjekte të tjera politike, po? Në asamblee do ju vynë edhe vota e partive tjera? Po, deri më tash ne kemi pas një partner të koalicionit, kjo është Liga Demokratike e Kosovës, në të cilën kemi pas një bashkëpunim shumë korrekt dhe transparent.
për 4 vjet kemi shku bashkë.